Të nderuar miq të Verius Sport, sapo ka përfunduar super sfida e javës së 11 e kategorisë superiore. Ekipi Kuçi Blu i Vllaznis mund Dinamon me rezultatin 1-0, gol i shënuar nga kapiteni Bekim Bari në pjesën e parë. Kam të pranë kolegun tim të nderuar Ervin Baku, i cili ndoqet prej sa afër me ndeshin. Shumë emocione. Pjesën e parë ndoqet sipër në tribunën mediatike dhe po e kam e preferuar të pjesë. E kam si zakon që 10 minutat e fundit do të zbresën fush, e shkel fushën përpara ndeshjes dhe 10 minutat e fundit, ti e the mirë, ishte super sfida, sepse ishin përballë për mua me aq kampionat sa kam parë deri tash, dy ekipet më të mira të kategorisë superiore dhe kishte emocione pafund edhe me kapjet mes dy stafeve në fushë, domethënë ishte një ndeshje që o shihoj në stadium, o më mirë mos e shih fare në televizor. Përfundim 1-0 për Vllaznin. 1-0, po. E meritoi Vllaznia? Unë mendoj që po, mund të ishte ndeshje barazim, por unë mendoj që në tërësi Vllaznia ishte më kërkuese pjesën e parë, me fillimin e pjesës dytë Dinamo dominoi sidomos 15-20 minutat e parë, pastaj me vazhdimin e lojës, pastaj e kemi thënë gjithmonë gaz që fituesi nuk gjykohet, sidomos këtu në Shkodër, Vllaznia është shumë e fortë, po thash dhe Dinamo është shumë e fortë. Unë shikoj këto dy skuadra si pretendente kryesore për titullin kampion. Në pushimin e pjesës së parë, kur Vllaznia kryesonte 1-0, intervistova live pikërisht një emër shumë të nderuar të futbollit shqiptar, Shqyqyri Ballxhinin, i cili ka luajtur edhe me Vllaznin dhe Alfi majt më i mirë gjitha kohërave, për mendimin tim. Ka luajtur, ka qenë pjesë ka bërë gol në fitoren me Austrinë e Vienës. Po. Ai e parashikoi në fakt barazim të gjithë ndeshjen. Po, barazim. Po mirë. Ishte, ti e the mirë, e the super sfida e superiores. Ishte një ndeshje që i kishte brenda të treja rezultatet, po thash, fituesi nuk gjykohet dhe për mendimin tim Vllaznia fitoi. Por duhet pranuar se pjesa e dytë kishte një përsitje Dinamos, patjetër, sepse ju ofrua shumë barazimin. Patjetër, sepse ti duke qenë se thash, Dinamo është ekip shumë i fortë, duke qenë se ti je në dizavantazh, ti nuk ke më çfarë humb, do japësh gjitha bateritë. Dhe sidomos 15-20 minutat e para, Dinamo ishte shumë më e fortë. Pastaj me kalimin e minutave ngrihej tensioni, un pash Edi Martini këtu që kishte tensionin 200, e kupton ti, dhe ishte një, dëgjoj, kjo Vllazni këtu brenda domethënë është e pathyeshme. Një trepikje që e mban përsëri Vllaznin në vendin e parë të renditjes, duke sfiduar Dinamon që ishte 2 pikë pranë dhe e largon tash me 5 pikë. Dinamo kryeson kategorinë superiore me merit plot. Ndërkohë çështjen e ka me dy rivalet e tjera, me Elbasanin dhe me Egnatin, të cilët janë Elbasani me pikë dhe barabata me Vllaznin dhe Egnati një pikë. Patjetër unë e kam kritikuar gjithmonë këtë formulë që për mua është një formulë e gabuar, sepse në fund 4 faza ty do të përgjysmohen pikët e këtij tjerë, por thash, këtu ne sot pam, për aq sa më takon mua personalisht, ne sot pam 2 ekipet më të mira të Shqipërisë aktualisht. Ervin Baku, faleminderit për këto mendime që dhat në fund të takimit. Pra ishim me kolegun tim të nderuar Ervin Baku, i cili është sekretari i përgjithshëm i Unionit të Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë, gazetarëve sportiv, por një herazi dhe autor një programi shumë interesant në Radio Tirana, që quhet 60 minuta në fushën time, dhe më lejo ta mbyll me që ke pasur ditëlindjen ditë më parë, u bash 100 vjet, si thonë Shkodër, dhe lum Shkodra dhe lum Shqipëria që ka. Ervin Baku, faleminderit. Pra, të nderuar shikues, e mbyllim këtu lidhjen e tretë drejt për drejt nga stadiumi Loro Buriqi i Shkodrës, duke rikujtuar edhe një rezultatin e këtij ndeshjes, Vllaznia 1 Dinamo 0, autori i golit kapiteni Kuçi Blu Bekim Balaj. Ju takoshim në të tjera lidhje të drejt për drejta